Duhet ta marrim shumë seriozisht punën e ndërgjegjes, punën e zemrës, punën e brendësisë së njeriut. Sepse shpeshherë e krijojmë një përshtypje që këtë problemi është e argumenti. Edhe shpeshherë mundohemi me shpërfaq argumentin. Dakord? Atë sa punojmë me shfaq argumentin, me bot qartë argumentin, me artikulu të vërtetën, po as duhet punojmë në edukimin dhe formimin e njerëzve për ta pranuar këtë vërtet. Ata nuk u përçohen vetëm atëherë kur u erdh argumenti i qartë. Qysh është e mundshme? Faktori brendësisë së tyre i bëri ata të përçohen, jo mungesa e argumentit. Për herë duhet punoj mendja, po paralel me mendjen duhet punoj ndërgjegja, duhet punoj brendësia e pastër njerëzore. Nuk u përçohen ata njerëz vetëm atëherë kur u erdhi e vërteta. Domethënë, çka ndodhi me këta njerëz? U prishën brendësitë e tyre. Ju hini fanatiklëku, ju hini inati, e qiten egon para të vërtetës. Ju shfaqen, domethënë, një mori problemesh psikologjike, morale në brendësinë e tyre dhe zboni mo punë as fakti, zboni punë mo as mendja. Njëri prej dietarëve thotë kështu: çfarë dobi e kanë faktet e qarta në vetvete, nëse para tyre është një zemër e verbër?